të ngërç, sepse këtu kemi ngecur. Mazhoranca se fituesi i zgjedhjeve mund të bëjë gjithçka përveç një gjëje. Vullnetin e munguar politik të palës tjetër nuk e kultivojnë dot. Pra është vullnet i munguar nga pala tjetër apo është vullnet i munguar nga lëvizja vetvendosi? Jam i bindur, domethënë jo vetëm për shkak se veprimet në retrospektive dëshmojnë këtë, por në kuptimin e analizës politike, unë jam i bindur që opozita ka qenë tepër e interesuar dhe ka parë si mundësi për vete dërgimin e vendit në zgjedhjet e 7 qershorit. Domethënë, ata kanë llogaritur që duke dërguar vendin në zgjedhje çdo 3 muaj, ka një efekt parsor, ansor të përgjithshëm që lodhen qytetarët dhe humbin besimin në institucione dhe në një rast të tillë pson më së shumti fituesi, domethënë, dhe e dyta është që kanë kalkuluar, sidomos LDK, që me zonin Osmani në ekip, me një periudhë të papërshtatshme për Mërgatën, mund të arrisin numrin e deputetëve në atë përmas që pastaj ju krijohet një rrethon opozitës që krejt bashkë, duke llogaritur edhe në votat të lisës serbe, mund ta krijojnë një mazhorancë ose një qeveri përkundër fituesit të zgjedhjeve. Domthonë, ka qenë kalkulim, nuk është çështja se ne kemi ofruar, do mendoj që ofertat që kemi dhënë herën e kaluar e kanë shpërfaqur këtë gjë. Domthonë, nga presidenti konsensual tek kryetari i kuvendit qoftë PDK-s, qoftë LDK-s, tek zëvendës kryeministri, 4 ministri LDK-s, vetëm për ta bërë quorumin në kuvend, jo për të votuar për, vetëm për ta në seancë, e deri tek mundësia që opozita të propozojë 3 emra, ne ta votojmë njërin prej tyre, e në fund krejt e propozojmë një figurë krejtësisht jashtëpartijake, me cilën janë krenuar dhe vetë ata, më shumë ata se ne, dhe natyrisht të nuk morën pjesë në proces. Ata e kishin dorë mendjen për zgjedhje dhe pastaj e shihnin vetëm kalendarin se apo e zaurohen ditët e afatit që ishte përcaktuar nga gjykata kushtetuese.